Naved Akram, i dyshuar i mbjetuar nga sulmi masiv me armë zjarri në Bondi Beach në Sydney, është akuzuar për 59 vepra penale, përfshirë 15 akuza për vrasje dhe një akuzë për krye të një akti terrorist, e bërë ditur nga policia e New South Wales. Autori tjetër i dyshuar babai i tij, Said Akram, 50 vjeç, u vra gjatë një shkëmbimi armësh në polici në vend ngjarje. Si pasojë e sulmit, 15 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën. Sulmi kishte në shënjesër komunitetin hebre në Australi, gjatë një aktiviteti që shënonte natën e parë të Hanukës. Ky është sulmi më vdekjeprurës me armë në Australi që nga viti 1996. Përveç akuzave për vrasje, Akram përballet edhe me 40 akuza për shkarkim të dëmtimeve të rënda trupore me qëllim vrasje, si dhe me një akuzë në shfaqje publike të simbolit të një organizate terroriste të ndaluar. Ai u plagosën gjatë incidentit të fundjavës dhe seanca e parë gjyqësore zhvilluar nga shtrati i spitalit. Çështja është shtyrë për në prill të vitit 2026. Më herët komisioneri i policisë në New South Wales, Malia Leon, deklaroi se autoritetet po prisnin që efektivi i medikamenteve të binte përpara se të merrnin një pyetje zyrtarisht Akram. Për hir të drejtësisë, duhet të sigurohemi që ai e kupton saktësisht se çfarë po ndodh. Aktualisht 20 persona të plagosur vijojnë të trajtohen në spitalet e Sydneyt, ndërsa një person mbetet në gjendje kritike. Policia e ka cilësuar sulmin si incident terrorist. Kryeministri australian tha se ngjarja duket se ka qenë motivuar nga ideologjia e grupit të Shtetit Islamik. Sipas policisë, në automjetin e përdorur nga autorit janë gjetur flamuj të improvisuar të ISIS, si dhe mjete shpërthyese artizanale. Australia ka ligjet shumë të rrepta për armët e zjarrit që nga viti 1996 pas masakrës së Port Arthur, çka ka bërë që vendi relativisht të jetë i sigurt nga sulme të tilla. Sulmi në Bondi Beach ka tronditur opinionin publik australian dhe ka rihapur debatin mbi ekstremizmin e dhunshëm, sigurinë publike dhe mbrojtjen e komuniteteve fetare.